Imazhet mund të përmirësojnë dizajnin dhe pamjen e një faqeje interneti. Etiketa IMG në HTML përdoret për të integruar një imazh në një faqe interneti. Teknikisht, imazhet nuk futen në një faqe interneti, imazhet lidhen me faqet e internetit. Etiketa IMG krijon një hapësirë mbajtjeje për imazhin e referuar. Etiketa IMG është etiket boshe, përmban vetëm atribute dhe nuk ka një etiket mbyllëse. Etiketa IMG ka dy atribute të kërkuara. SRS specifikon rrugën për të imazhi. ALT specifikon një tekst alternativ për imazhin. Mund të përdorim atributet e gjerësisë dhe lartësisë për të përcaktuar madhësinë e imazheve. Mund të përdorni atributin style për të specifikuar gjerësinë dhe lartësinë e një imazhi. Atributet e gjerësisë, lartësisë dhe stilit janë të gjitha të vlefshme në HTML. Megjithatë, ne sugjerojmë përdorimin e atributit style. Ai parandalon që fletët e stileve të ndryshojnë madhësinë e imazheve. Nëse i keni imazhet tuaja në një nëndosje, duhet të përfshini emrin e dosjes në atributin SRS, për shembull në rastin ton dosja imazhet. Atributi i kërkuar SRS përcakton shtegun URL drejt imazhit. Shënim: kur ngarkohet një faqe interneti, në atë moment është shfletuesi që e merr imazhin nga një server interneti dhe e fut atë në faqe. Prandaj, sigurohuni që imazhi të qëndrojë në të njëjtin vend në lidhje me faqen e internetit, përndryshe vizitorët tuaj do të marrin një ikon lidhjeje të prishur. Ikona e lidhjes së prishur dhe teksti alt shfaqen nëse shfletuesi nuk mund ta gjejë imazhin. Disa faqe interneti tregojnë për një imazh në një server tjetër.
Për të treguar për një imazh në një server tjetër, duhet të specifikoni një URL absolute, të plot, në atributin SRSA. Për të përdorur një imazh si një link, vendosni etiketën img brenda etiketës A. HTML lejon gifat, formati i shkëmbimit të grafikëve e animuar. Me hartat e imazheve HTML, mund të krijoni zona të klikueshme në një imazh. Etiketa map në HTML përcakton një hartë imazhi. Një hartë imazhi është një imazh me zona të klikueshme. Zonat përcaktohen me një ose më shumë etiketa area. Si funksionon? Ideja pas një harte imazhi është që ju duhet të jeni në gjendje të kryeni veprime të ndryshme në varësi të vendit ku klikoni në imazh. Për të krijuar një hartë imazhi, ju nevojitet një imazh dhe pak kod HTML që përshkruan zonat e klikueshme. Imazhi futet duke përdorur etiketën img. E vetmja ndryshim nga imazhet e tjera është se duhet të shtoni një atribut USMAP. Vlera e USMAP fillon me një hashtag të ndjekur nga emri i hartës së imazhit dhe përdoret për të krijuar një marrëdhënie midis imazhit dhe hartës së imazhit. Pastaj, shtoni një element map. Elementi map përdoret për të krijuar një hartë imazhi dhe lidhet me imazhin duke përdorur atributin e kërkuar të emrit. Atributi i emrit duhet të ketë të njëjtën vlerë si atributi USMAP i img. Pastaj, shtoni zonat e klikueshme. Një zonë e klikueshme përcaktohet duke përdorur një element area. Duhet të përcaktoni formën e zonës së klikueshme dhe mund të zgjidhni një nga këto vlera. Rekt përcakton një rajon drejt këndësh. Cirkle përcakton një rajon rrethor. Poli përcakton një rajon poligonal. Default përcakton të gjithë rajonin. Gjithashtu duhet të përcaktoni disa koordinata për të qenë në gjendje të vendosni zonën e klikueshme në imazh. Përdorni vetin float në CSS për ta lejuar imazhin të lundrojë në të djathtë ose në të majtë të një teksti.